PDK-s, po e kam thonë edhe herë të tjera që PDK-ja është tregu ma fleksibile edhe ma e hapur në kontekst të ofrimit të rreth një tryeze kur diskutohet për daljen nga kriza në këtë situatë, po në anën tjetër është çështje preferenciale. Këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht e she partner, çështja është që ne nuk po hapim kundin e Pandorës për shkak se për çështjet që gjykohen një herë gjykata kushtetuese nuk bën një interpretim të dytë, vetëm se mundet me përsërit në linjën e dytë se cili është veprimi ose cilat janë konsekuencat e mosveprimit. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese është tepër eksplicite në këtë pikë. Ajo mes tjerash, po parafrazoj se nuk jam i mirë shumë në citime, ka deklaruar që gjithë deputet që kanë fituar mandatin dhe janë deputet të Parlamentit të Republikës Kosovës kanë detyrim ligjor dhe kushtetues pjesëmarrjen në proces të konstituimit të kollajit. Nuk i detyron ata për që procesi votimit jetë detyrues ta zonë për qeverinë ose për ndonjë proces tjetër. E thash rrjedhimisht kjo çështje se mund të jetë potencialisht objekti trajtimit të gjykatës kushtetuese, unë mendoj që do të ishte mirë sikurse dikush ta adreson këtë rast që të kemi një interpretim të tillë. Ndërsa edhe një herë për çështjen e koalicionit, meqense se kolegu ju i më adresua dhe mu personalisht rreth çështjes së PDK-s, po e kam thonë edhe herë të tjera që PDK-ja është tregu ma fleksibile edhe ma e hapur në kontekst të ofrimit të rreth një tryeze kur diskutohet për daljen nga kriza në këtë situatë, po në anën tjetër është çështje preferenciale. Këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht e she partner, po sipas gjitha gjasave LDK-ja ka një çështje rigjide dhe dëshiron një partneritet vetëm ku është PDK-ja, po jo dhe ku janë partitë e tjera. Mendoj që kjo është çështje nxirrur nga konteksti, dhe e para e dyta nuk kam thonën që presidentja mundet me ofru ftesa koti dhe tjetër nuk po di në cilën seancë që referove, se në seancë nuk ka debat dhe nuk ka diskutim. Kuptimi madje as zona Gërvalla ason nuk kemi. Okej. Veç për të qenë do thotë korrekt në prezantim për shkak se në këto raste po ndodhen tani për me qenë edhe tim të i bombastik dhe jo të vërtet. Kështu që ju mbetet do të shohim në rast se do të ketë ftesë të tilla apo jo. Unë kam thonë që di një vullnet pozitiv të grupit tonë për të marrë pjesë, edhe është edhe e rëndësishme edhe përmbajtja se çka përmban një ftesë e tillë. Tash nuk duam unë besoj që jam i vetëdijshëm dhe di çka flas, nuk i nevojë që ti me i përtyp çështjet e përgjigjeve të mia. Do thotë nuk kam dilemë, kur të shohim ftesën do të ketë përgjigje adekuate. Diçka çka është e drejtë e lëvizjes vetëvendosje, që e ka fituar me besimin e votës qytetare, edhe me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, ku shprehet prapë në formë eksplicite që kryetari i kuvendit i takon subjektit ose koalicionit i cili del i pari në zgjedhje, këtë rast koalicionit fitues vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, pse këtë drejt dikush me pretendu me përvecu nga partitë tjera opozitare. Diçka që është dhënë e drejt në aspektin ligjor dhe kushtetues, që është legjitimu përmes votës qytetare, kush janë ata që kanë të drejtën që këtë drejtë të qytetarëve dhe gjykatës kushtetuese ta përvetsojnë dhe të marrin të drejtën për me propozu mbrana llojit. E në një logjik të tillë, sikurse e tha edhe Mimoza, atëherë ne do të futeshim në një cikël ku për ne do të ishin të papranueshëm gjithë kandidat e opozitës, këtë rast që vije si propozim nga PDK-ja dhe nga LDK-ja për në kryetar të kuvendit. Do thotë diçka që është parim, diçka që është e drejtë, diçka që është e fituar me votë qytetare, nuk munden individ e asnjë parti tjetër politike që janë humës të zgjedhjeve me ja përcaktu fituesit se kush do të jetë emri përveç.